aspekti gjenetik është, ekziston, por nëse shumë i rastet kur në një embrion rritën dy fëmijë, binet që i themi ne, dhe njëri del dhe njëri nuk del, kom hulumtu shumë këtë pjesë, brenda mundësive të mia si ekonomiste, me gjithë qka, a është kjo një shkak që mund të bëj. Lë shumë për të dëshiru, besoj edhe terapistja pajtohet me mu, që lë shumë për të dëshiru, ku kemi shumë raste, bineq, ku njëni është dhe tjetëris është. Dhe kjo më ndej përvë në pyetje aspektin gjenetik. Unë ma shumë do t'i referohem faktorve të mjedisit, ushqimit, si ushqek, toksinat. Ne e dim që nanat e tona, prindët e tonë, jënë rritë ma shëndetshëm, sepse ka pas pesticide shumë a pak në gjdo ushqim që ne sot e konsumojmë. Dhe pa tjetër që kjo ndikon dhe të ne, ndikon dhe të fëmija. Kështu që unë ma shumë ju kisha referu faktorve mjedisor, përfshirë dhe vakcinat. Përfshirë dhe vakcinat. Unë nuk them që vakcina e shkakton autizmin, unë jam një nonë që e kom vakcinu me regull edhe drinin, edhe fëmin e dytë, djalin e dytë mas drinit, sepse mendoj që problemet që mund t'i ketë një fëmijë i pa vakcinum janë shumë atë maja se sa mund të marrë një autizm nëse supozohet që po vjen për vakcinës, por unë dyshoj shumë dhe në vakcinat. Dhe në tretin botror, sidomos që është në top nivel duke u folë çështja e vakcinave, jo për autizm, po në përgjithësi. Ndërsa sa i përket se sa shoqëria po i pranon sot, se sa shoqëria është rrit vetëdijsimin, unë mund të them që ka një dallim shumë, është dallim shumë të madh. Njerëzit janë vetëdijsu, kanë filluar me kuptu autizmin, çfarë është autizmi, por këtu lën rol shumë të madh familja. Nëse një nonë e pranon fëmin siç e ka, dhe sa kalon kohën tu mendu pse fëmija jem është autik dhe pse ndodhi mu kjo gjë, unë si nani sugjeroj që të fokusohen ta mbështesin fëmin. Mbështetja fëmijës vjen në aspektin e brendshëm, shpirtëror emocional, se sa ti e pranon fëmin. Në momentin kur ti si nani e pranon, familja e pranon, mandej përballja me shoqërinë e zvogëlon shumë dozën e mospranimit.